Sipas statistikave, grupmosha më e goditur e fëmijëve që përdorin drogat është 14 deri në 18 vjeç. Mirëpo, nga dhëna tjera, mësojmë se një grupmosh më e re ka filluar ta konsumojë drogën dhe ajo është 10 deri në 19 vjeç, e kryesisht vajzat pra gjinia femrore. Të nderuar vëllezër besimtar, Zoti i madhruar e krijoi njeriu në formën më të përsosur. Për ta nderuar këtë njeri, Allahu i fali atij fëmijë që jeta e tij të zbukurohet, që jeta e tij të mbushet me një kuptim të veçantë dhe që familja e tij të zgjerohet. Siç Zoti i Madhreshëm e krijoi qiellin me plot yje për ta zbukuruar, ashtu i fali njeriu të fëmijë që jeta e tij të zbukurohet dhe të mbushet me plot gëzim dhe lumturi. Mirëpo në kohën ne që po jetojmë, një armik i padukshëm në sytë tonë, por i ndjeshëm në teren, po vazhdon të çarkullojë e të krijojë një dëm të veçantë brenda shoqërisë tonë, në shkollat tona, në familjet tona, për të goditur aty ku është pika më e dobët në zemrat e fëmijëve tanë, e që është konsumimi i drogës. Droga një helm i cili e vret njeriu, një helm i cili e shkatërron atë, një helm i cili e dëmton individin, familjen dhe me gjerë shoqërinë në cilën jeton dhe vepron. Natyrisht, statistikat tregojnë se gjendja në teren është alarmuese, andaj kjo hutbe është një thirrje për të gjithë ne, si prindër dhe familjar, që ta shtojmë kujdesin edhe më shumë ndaj fëmijëve tanë, se kemi përgjegjësi nga i Madhi Zot, se ata janë në amanetin tonë për të trajtuar dhe për të shikuar se në çfarë niveli të edukimit dhe të formimit janë duke vazhduar. Droga nuk është vetëm problem i rrugës, ajo është problem i shoqërisë, problem i shkollës, problem i familjeve të cilat mund të përballen, e ku disa përballen pikërisht me këtë gjë negative në vazhdimsi. Por shkaqet që ndikojnë në konsumimin e drogës është pikërisht shoku i keq, që dikush zgjedh për të jetuar e për të qenë shoqëri me të. Pastaj presioni i shokëve të cilët janë të devijuar. Aspekti i tretë është kur një i ri merr për model një person i cili pikërisht është i këtyre gjanave. Dhe pika e katërt, apo shkaku i katërt, është kur mungon kujdesi dhe komunikimi prindër-fëmijë. Zoti i madhruar përmes Kur'anit familjar na drejtohet duke na thënë: "Wala taqtulu anfusakum", dhe veten tuaj mos e mbysni. Nuk është thirrje e veçantë vetëm për ato rastet e vetvrasjes të cilat ne mund t'i dëgjojmë, por është pikërisht edhe për rastet e tjera të shumta, të cilat nëse njeriu zgjedh atë rrugë i krijoj një dëm të veçantë dhe në mesin e tyre është pikërisht përdorimi apo konsumimi i drogës. Andaj, mëse shumë ti që ndikon në edukimin dhe formimin e fëmijëve, është komunikimi i bukur, komunikimi i ndërsjellët mes prindërve, mes burrit dhe gruas. Përderisa ka komunikim të mirë mes burrit dhe gruas, kemi familje të mirë, kemi familje të shëndosh, kemi familje në cilën ka mëshirë, ka rahmet, ka afërsi, Zoti i Madh aty dërgon bereqet dhe mirësi.
Përderisa mungon komunikimi i drejtë, komunikimi i duhur, fjalët e mira, fjalët respektuese dhe afruese mes burrit dhe gruas, aty do të mungoj edhe fëmiu cilësor, edhe fëmiu produktiv, edhe fëmiu i dobishëm, për shkak se baza mbi të cilën ndërtohet një familje, nëse ajo është mirë, gjithçka është mirë. Nëse ajo fillon me çalu dhe ka shkundje, ka tërmet vazhdueshëm, fëmiu nuk ka mundësi të jetë i mirë. Në fundin e kësaj hutbe të xumas, e lut të mallin Zot që shoqërinë tonë, vendin tonë, i malli Zot ta ruaj nga çdo gjë e cila e dëmton atë fuqishëm dhe në vazhdimsi. E lutim të mallin Zot që në veçanti rinin tonë, e fëmijët tonë, Zoti t'i ruaj nga çdo gjë dhe nga çdo punë e ligë, t'i bëj ata prej atyre që janë respektues të prindërve, e kthejnë borxhin e familjes me arsimim të duhur dhe me sjellje të mira, por në veçanti i bëft Zoti i Madh nga ata që falin namazin dhe që binë në sejdë. E lut të mallin Zot për gjithë ata që po kujdesen për fëmijët tanë, mësues e arsimtar e profesor, e psikolog të ndryshëm, e pastaj organet sigurisë, që në çdo formë dhe tjetrën po ndikojnë që vlerat pozitive të shtohen e mos goditen nga ato negative, i malli Zot t'i shpërblejnë vazhdimsi për angazhimin e tyre. E lut të mallin Zot për mëshirë, rahmet dhe falje, Zoti qoftë i kënaqur me ne.